Kosovës. Nuk të interesoj me këqyr? E këqyra, po bëtë. Shokët e tu, Këta janë qysh po kalojnë? Këta mije po janë pak të marshëm, adin që jam morë fi kamere, po Do me thënë, këta... pak të padalt janë, një mura miqësitën pak tash nashta ambientuën pak. Duhet me dollë, me protestu, me lyp drejta tona, me bo diçka ma mirë për punëtur, po në asin Kosovë që gjithçka kontra, dollëm dhe festojna. A punë të kërka heq, po... Shumë të rinj kanë ardhur sot në Bajgor, po shkojmë edhe t'i pyesim se si po kalojnë ata. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo më tregon nga kjo ardhë? Pishi Pullit Mitrovicës. Qysh po kalon sot? Mirë, super. Pse dol sot? Po dullim pak më shetit, pak qëtu me hu vakt, kohën. A punoni ndo kënd apo jeni ende në shkollë, apo jo? Ja, jena tu studiu, po në fakultet jena tu studiu juridikin. Prishtë. Sot është dita e punëtorëve, a po festoni apo protestoni? Po që na në Kosovë dolim festojmë, po normal na duhet me dollë, me protestu, me lyp drejta tona, me bo diçka ma mirë për punëtur, po në asin Kosovë që gjithçka kontra, dolim dhe festojna. A punë të kërka heq, po qa me bo? Apo më tregon kur ke orë, sot a keni vendos me bu ndonjë grell ose ndonjë lodër, me lu ndonjë lojë, sepse po i shoh që shumica ose po luajnë ndonjë lojë ose po bojnë grell ose diçka e tillë. Që një urin a orë, dullim pak u shetë të në atë pjesën a nejk, që ta shpe prisë më një shëk edhe janis me bo grell, qëtë. Po, e këta shokët e tu, qysh po kalojnë? Këta mije po janë pak të marshëm, adin që jam morë fi kamere, po... Do me thënë, këta... Pak të padalt janë, një mura miqësitën pak... Tash nashta ambientuën pak. A, po i bie kjo që ty të lanë si përfaqësus, apo se po në kamerë? Qaja, une edhe për këta dhe për veti, si përfaqësusit të nëvë. Po, do me thënë, qka do që thua ti këta pajtojnë me ty? Qashtë. E nëse jep ti naj deklarim që këta nuk pajtojnë me ty, qysh reagojnë këta? Nuk kanë reagim type, se po tutun pi kameres, po e kam fobi kameren. Veç do me thonë përfaqësusin e pas kanë të denjt, apo jo? Besoj që po, për që ata ma kanë jep dhe drejten për mi përfaqësu. Për mi përfaqësu, qaja. A, po më tregon, qysh, a ke ardhe dhe vite tjera dhe qysh ke kalu, a ka ndryshim për vite tjera? Po, ka shumë ndryshim, për shembull vite tjera ka shumë ma mirë, ka pos ma gjallënima, ta është pak ma zbet, janë konë për shembull shumë ma përpora, janë konë ma thmija, mo janë konë luja, të konë një vend shumë kallabllak, ka pos gjithçka ma gjallëri, ma mirë, ta shumë ma pak njerëz, shumë ma pak rini, ma të natë ma pak. Faleminderit. Shumë dallim i madh, mes viteve të fundit dhe tashti shumë dallim të madh. Edhe pak më pak pat edhe njerëz. Shumë më pak njerëz, me vite tjera është diferencë e madhe. A pse po mendon që domethënë këtë vit ka më pak? Po valloj tashti, nashta edhe që kanë shu venin, çto rinia janë iska ça shumë, i na met më pak e. Qysh po e konsideron këtë pjesën që shumë të rinj të shatë moshës tënde po dalin jashtë Kosovës? Po vallojnë, adin ata po dalin pe provojnë. Dikush e gjen veten atje, dikush këtu. Po. Është mirë me dalë me provu. Që e gjen veten mirë, që se gjen të apet në Kosovë, janë që të apet i gjon që të sene qa i kije. Ka din nuk hup kur gjohë, se me thonë. Do me thënë, ju besoj që keni edhe ju shumë familjarë cilët janë jashtë Kosovës. Po ju vetë, a ju pëlqen, apo vetëm shkoni për vizita? Jam konën atje, shkoj për vizita, ka gja shpesh, po me shku me vizitu po, adin, isha shku, a mo me jetu nuk ma ka morë menja, adin jem konë vetë, e kom provu, po s'me jetu ju. Shtu më shëtit po... Çfarë ndryshimi kishte që ty do më thonë nuk pëlqen atje? Atje, dyshim më do ke jeta ma eftoft, ma e zbet. Këtu dalë për shembull zateti një kujshi, e përshëndeti, dalë, pi kafe, adin sen atje dyqysh shumë ftoft, shumë jetë eftoft më do kes. S'kisha mujt për veti me jetu në atje. Çka mendon do më thënë për gjitha ata cilët shkojnë edhe ndoshta mbesin në atë jetesë edhe pse nuk i përshtatet më. Po që gjithkush adin
Dikush bëva kje gjej vetën, dikush ju, në për veti për foli ju, s'ku mujt me gjithet, dikush ambientuet me atje, dikush I pëlqen që aja jetë pak, unë ju, s'kisha mujt. Po kush do që e gjej vetën mirë, Inshallah I dëshirojmë suksese që... Apo më tregon a ki ndonjë mesazh për shokët e tu cilët janë duke të prit qysh po dalti në këtë intervistë? Wallah, s'po di kur farë mesazhe, qa mi jep këtë në këta. Apo jep kurajo që këta hira tjera me dalë në për intervista? Wallah, I kësha jep, po s'po di qa mi o thonë për me dalë ta. Si studenti juridikut po e lëm një këshill për këta si studenti juridikut? Një këshill për këta, kini vetë besim pak ma shumë veti, edhe se dyqysh nuk kanë vetë besim, e ta ishit qaja nashta I bëm për mus me doll, me kom pak ma modest, mus me arrej vetit fort në altë, se jo më po më shek kush, që ka me të po të sens si të bo kështu, një interviste e thjesht kush gjë nuk o kja, a kukua që o bo një interviste ditën e mirë. Ndërum të falenderoj shumë për kohën. Në fakt, intervista ishte shumë e lezetshme, të falenderoj shumë për kohën, edhe shpresoj që sot kaloni sa më mirë. Falenderoj shumë juve, ju dëshiroj dhe juve rahatia që mi thonë sukses, sa kaloni një ditë të mirë të bukur. Shumë faleminderit. Respekte. Po sot pat edhe seans kuvendi I Kosovës, a nuk të interesoj me këshyrë? E këtyra po bëcë. Sot kënej? Vetë po natyren. Natyren, edhe shumë qytetarë vinë zakonisht për një maj, apo jo? Po, shumë. Qysh po kalon sot? Mirë, shumë. Po sot pat edhe seans kuvendi I Kosovës, a nuk të interesoj me këshyrë? E këtyra po bëcë. Bëcë, po. A po prindin a I ndryshem atë me? Darë po. Do me thënë më nuk jeni interesuar? Jo, ja, ka kush e rrugë atë përletësi. Qysh po kalon sot me kon ke arë? Me djallë, me nipa, me re, me tëra. Zakonisht veni për çdo një maj, apo jo? Po, çdo një maj, veç kur s'munë morë, e të tëra. Mirë. A po të pëlqen që do më thonë sot ka Po shumë? që kjo me të, unë jam I shalës, Po. e që bërë në zhamorëse, I më konë të zdi sajre, kemi mi qasi për bajgure. Do më thonë, I cilit fshat shalës jeni? I vlajit. I vlajis. Edhe do më thonë, po ta jep këtë frymëzimin e vendlindjes, apo jo? Po që që, natyra delvirimi. Që sa vite e ke lshu vlahin? 24 vjetë. 24 vjetë. Cila u konë arsyeja që je largu? Valoj, s'ka pas, largu konë, shkolla, s'ka pas, që ja, djelë të shkunë në diasporë, unë me punu më smysha, në marru një shpitit e poshtë, u më lërgjë. A po të pëlqen tash jetesa në Zhabor, apo gjithmonë e ki mendjen këndej? Valoj, po qyshja, atë të randë gatshme, po vinë. Ma leta, po? Po, djelët, po më qëjnë pare, po rrejtë si beg. Do me thënë, keni shumë djenë në diaspora, apo jo? 2 janë. 2 janë. E këtu, një e ke, apo? Të një, që këtë është. Edhe do me thënë tash, jo vetëm po e shihoni këtë pjesën e Po. pleqërisë, apo jo? Pleqërisë. 30 vjetë. Me shëndet kë ke shumë mirë? Te diko. Jo, mirë. Prima po me nën ka pak, po kem punu shumë e puna trone. Lufta na ka bo lëmë. Lufta që. Do me thënë, ku ke punu aq në... Ku punu e një 17 fabrikë tjelove. Po, Po, atë të qari. Po. Një 13 ku punu e të vim dohonit Mitrovic. 30 vjetë dhe hajtë. Edhe tash prej perspektivës të ande, qysh e sheh shtetin e Kosovës? Valoj pak. Pak se nuk janë që punu që duhet, për popull së punujnë. Sot është dita e punëtorëve, do me thënë. Po. Qysh duken çështja e të punësuarve në Kosovë? Apo duket që punëtorët po trajtohen mirë nga punëdhënësit? Jo, valoj. Jo tyve. Të shtrajtimet maja, rrugat e liga, ata ju në kam për me veti I partit, a ju në për I shkam. Zi që më ka boja, a në bëllera a gjithë, që më ka bo këtyre tjera partive. Që se votojnë, për qa? Një vend punë është, kanë garantë këto se duhe. Ja, me valë. Fëmija me boha marrë është, se e di një shkollu.
Po, janë në leta. A i dreq që ka shkollë bëllë, po dreq. Dhe keni fjallën? Për qëto partit. Po, Qënë. kryetarët e partive të Po, tjera. po, qartu. Si për dykia, që Amerika 52 shtete, krejt botën e ka me vjeti 2 parti, këtu e mbojtë që në parti. Edhe unë dhe thësha, ka ere dhe një parti, një formuj parti, taj komilës. Të më thonë ju, mendoni të kthehet sistemi komunist, apo jo? Jo, ja. Nuk e kështë hongër t'i pëndrekat të komunist, ano. Se valla tuk dhjem janë njerën komunist. Jo, komunisti. Që ato jënë që pru ata udhësia jonë. Do me thënë, a po mendono që edhe tri që po largohen është pak edhe pasoj e këtyre çështjeve, do me thënë, të punësimit edhe gjithë shka Pa punë bre, pa punë, dërë me hongër fëmija qëre, kë pa punë, kë do me hongër, kë s'dina, të la partio, kë do kushtet, pa punë, shumë keqë. A prisni që të ketë ndonjë ndryshim? Inshallah, ka ndryshim, inshallah, përmisohet diçka. Inshallah, vetë për që shtu ja. Po, na si shqiptarët krejt, vina me festu. Nëse do m'ti falma, nëse do m'ti zëmura n'kalma, nëse do m'ti falma. Përshëndetje, apo më tregon nga kjo arë sot? Nga Vështria. Qysh po kalon edhe pse vini pikërisht në Bajgor për një maj? Bajgora është vendlindja e babit tem dhe vina pasi që është vend shumë i mirë dhe tash ka ndru edhe u bë vend edhe turistik, pasi që ka shumë dukuri natyrore të bukura. Edhe për këtë arsye. Apo më tregon pse për një maj pikërisht, sepse duke ditur që është dita e punëtorëve, ju e shfrytëzoni të vini në Bajgor. Dhe e shfrytëzoni për të festuar apo për të protestuar? Faktikisht duhet që të jetë duke protestuar, pasi që drejtat e punëtorëve shkelen në shumë vende pune. Dhe po na si shqiptarët krejt vina me festu. A keni ardhë me shumë familjar apo jeni vetëm me rrethin e ngushtë të familjes? Jemi ardhë 3 familje, jemi ardhë me rrethin e gjanë të familjes. Qësh po kaloni sot? Shumë mirë, edhe vendi, edhe natyra, vibe, gjithë shka është mirë. Do me thënë ju jeni të themi kështu familjareshme, apo jo? Po jena, edhe mënohem çdo sekond jetës me shfrytzu pas që jeta shkon shumë shpejt edhe pse jo. I marrë me familje. Me familje, ndëgjum që të tërkohet, do më thonë sa ishëm të kohasit, e patët muzikën e Gjesit. Po normal. Gjesi o numërën e është. A keni votu Numërën e, po. Edhe që shumë djetë kur? Mirë shumë, i gëzushëm shumë. A më tregon sot, do me thonë, pse keni dalë, që është ditë pushimit? Vetëm ditë pushimit, jo dalëm edhe zakonisht dalëm edhe kështu, se është vendi jonë, është vendlindja jonë kjo. Për shëtaj në dalë edhe sot. Kohëve fundit, do me thënë këtë zonë janë duke Po, normal. Lidha. Qysh po ndjeshti, do me thonë? Mirë shumë, mirë si vendi jonë, i hypë leftas, gjithë shkafe, është vendi mirë. Ori pastë, çdo sen është mirë. Qysh po festoni sot? Mirë shumë me gëzime. Me gëzime, do me thonë me muzika, Po normal. Inshallah gjithë na shkojmë me gëzime.
Thank